Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën e peshores për muajin janar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një vit sa më të mbar të gjithë ju. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, gjithsesi ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, të vitit 2026, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, por ju mund të shikoni edhe si do jetë fati në vitin 2026 të shenjat më me fat që kanë postuar. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, në fillim të javës keni të bëni me energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi jemi në energjinë e bricjapit, dielli ka hyrë në bricjap dhe është gjatë gjithë muajit, kështu që është një fillim viti ku ju do ndjeni shumë entuziazm, do ndjeni shumë mirë me veten tuaj. Për një pjesë për ju shoh një person që ka shumë emocione dhe kjo gjë ju bën që ju të ndjeni shumë të kënaqur. Dhe dëshironi të jepni fund një lodhje të gjatë për të bërë një fillim të ri në këtë dashuri me këtë person, ndërsa për pjesën tjetër shoh që do ndjeni mirë, të gëzuar, ndoshta ju do shijoni shtëpinë, rehatin në familjen tuaj, diçka që ju e keni kërkuar në të kaluarën tuaj, por ju shoh që mund të kaloni mirë edhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ju shoh në një rehati, në një situatë shumë të bukur. Ju shoh shumë emocional, ndjeni mirë me veten tuaj, jeni të kënaqur, jeni të gëzuar dhe në fund të javës ju vërtet jepni fund vështirësive që keni kaluar për një kohë të gjatë. Dhe për të bërë një fillim të ri, ndoshta një fillim i ri në dashuri, ose ju të bëni një fillim të ri në lidhje me përkushtimin dhe kohën ndaj familjes tuaj për një pjesë tjetër, por edhe në lidhje me organizimin e gjërave që ju doni për të bërë fillime të reja. Ose në lidhje me gabimet që mund të keni bërë në të kaluarën tuaj, sepse jemi te vjeta e shkopinjve, ju mund të keni kaluar vështirësi, mund të keni bërë dhe gabime dhe është momenti që ju t'i mbyllni këto dhe të rizbuloni përsëri këtë entuziazëm që keni brenda vetes tuaj. Dhe shohim javën e dytë. Një pjesë për jush nuk tham, por mund të keni punuar shumë, mund të keni mbajtur më shumë se ç'duhet në shtëpinë tuaj për një kohë të gjatë, mund të keni bërë dhe 2 punë dhe kjo gjë ju ka lodhur, por ka ardhur fundi. Ju po çliroheni nga një lodhje që mund të keni kaluar në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së akrepit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje, shoh një njohje nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju do keni një komunikim shumë të shpesht në fillim të javës së dytë me një person, do jeni të vendosur në qëllimet tuaja dhe dëshironi të jepni fund diçkaje, shoh një transformim shpirtëror për ju, ku ju presin surpriza pafund. Do veproni shumë shpejt, do merrni lajme nga ky person dhe shoh që kjo gjë do t'ju gëzojë dhe do t'ju bëjë që t'i vendosni qëllime vetes. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do keni një komunikim më të mirë në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën tuaj ose nga ana profesionale, por në rastin tjetër mund të merrni dhe një komunikim në lidhje me një bashkëjetesë, për të bashkëjetuar me këtë person, për të qenë bashkë, ose për një fejesë, por edhe një fillim i ri në lidhje me punën tuaj, sepse ju shoh me qëllime në veten tuaj, do lini mbrapa vështirësitë dhe shoh që keni surpriza në lidhje me një ndryshim të madh që do vi në jetën tuaj. Një pjesë për jush mund të jeni duke aplikuar me emaile nëpërmjet internetit, mund të keni udhëtime gjatë kësaj periudhe, lajme të mira, por që do veproni shumë shpejt në lidhje me gjithçka. Sepse ju shoh që jeni në energji zjari, në një energji shumë të fortë,
ku do keni guxim në bërjen e gjërave. Por ndërkohë jemi dhe te energji e Plutonit këtu, ku ju do t'jepni fund diçkaje, nuk do ketë rrugë të mesme për ju do lini mbrapa gjithë vështirësitë dhe shoh një ndryshim që do vi në jetën tuaj, por që vjen me surpriza. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha fushat e jetës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit. Disa prej ju shoh që jepni dhe merrni me një person, por disa mund të japin dhe të marrin dhe me 2 persona njëkohësisht. Gjithsesi, është një ofertë e re që vjen drejt jush, ju dëshironi që të shkoni drejt kësaj mundësie që ju jepet në lidhje me një person, por jeni të armatosur, jo të armatosur, por jeni me ato veshjet metalike, sikur doni të mbroni veten tuaj, i vendosni qëllime vetes, dëshironi që të komunikoni me këtë person, por ndërkohë krijoni dhe atë mbrojtje brenda vetes tuaj, por dhe me qëllime për të shkuar drejt këtij personi. Për pjesën tjetër, shoh që do merrni disa para, ndoshta do ndihmoni dhe pjesëtar të familjes tuaj, fëmijët tuaj, por këtë mund ta merrni dhe në të kundërt, mund të jenë fëmijët ata që ju ndihmojnë. Dhe shoh një ofertë shumë të mirë, mund të jetë një ofertë në lidhje me punën. Mund të jetë një ofertë ekonomike, por ju dëshironi të shkoni të sigurt drejt qëllimeve që ju keni në lidhje me këtë ofertë që do keni. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do merrni disa para, por ashtu siç e merrni, ashtu do i shpenzoni. Jeni duke menduar shumë fort në lidhje me ofertat dhe mundësitë që do t'ju vinë gjatë fillimit, gjatë mesit të javës së tretë, dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me anën profesionale, ndoshta edhe me këto emaile që ju do shkëmbeni, ju duket një ofertë e mirë kjo, në lidhje me punën tuaj. Gjithsesi ajo varet edhe nga gjithë secili. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës. Shoh një takim me këtë person që ju do hidhni hapa të ngadalë drejt këtij personi, por duke qenë shumë mbrojtës në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi, në fillim të javës 4 ju e bëni këtë takim, jeni duke shkëmbyer emocionet në lidhje me këtë person, jeni duke shkëmbyer këtë dashuri, dhe shoh që është një dashuri e bekuar nga universi për gjithë ata që do futen në një njohje. Por ndërkohë ju shoh që ju keni marrë eksperienca në lidhje me dashurinë dhe kjo gjë do t'ju bëj pak të ftohtë në lidhje me këtë person. Edhe pse në momentin e parë ju do keni këtë takim, ju në mesin e javës jeni duke menduar për të marrë një vendim në lidhje me këtë dashuri, ndoshta dëshironi të fusni një frymë të re, dhe në fund të javës ju shoh që ju dëshironi të mbyllni diçka dhe të ndiheni të sigurt në lidhje me këtë njohje që do bëni, ose në lidhje me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet që ju keni. Në marrëdhënie ju shoh më të konsoliduar, do përdorni më tepër pjesën e logjikës, do jeni duke futur një frymë të re në marrëdhëniet tuaja, në familje, në shtëpinë tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni bëni me institucione shtetërore. Ju takoni një person, është një person që do t'ju ndihmojë në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të bëni, ose në lidhje me një ofertë pune ose diçka tjetër, dhe shoh që do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim që ju dëshironi të bëni gjatë javës së katërt. Është një javë e mirë, jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, por në fund të javës unë shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, që do t'ju japi siguri. Dhe kjo ka lidhje për gjithë ata që mund t'i merrni dhe mund të keni diçka nga shteti për të marrë, nuk e di, mund të jetë një shumë e mirë që ka lidhje me zyrat ose me shtetin, dokumenta të ndryshme që mund të bëni ose diçka tjetër. Dhe ju jeni në pritje të kësaj gjëje për t'i marrë këto para dhe unë shoh që ju i merrni. Gjithsesi marrim dhe një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin ëngjëjt për muajin janar.
Atëherë, ju shoh që ju duhet të shikoni gjërat që ju interesojnë gjatë këtij muaji dhe të kujdeseni në lidhje me gjërat që ju interesojnë. Mund të jetë një person i ri, mund të jetë një punë e re, mund të jetë diçka e re që ju vërtet dëshironi ta bëni, një fillim i ri ekonomik, një partneritet ose bashkëpunim që dëshironi ta bëni. Dhe është diçka që ju nuk mund ta parashikonit, nuk mund ta fantazonit këtë gjë të re që do vinë në jetën tuaj. Ju do ndiheni shumë të sigurt, do jeni shumë diplomatik gjatë këtij muaji, por do jeni edhe pak të pakënaqur, domethënë e ke parasysh kur të ngelet qefi për diçka, thjesht duhet ta kontrolloni këtë pjesë, por gjithsesi është diçka e re që vjen në jetën tuaj, thjesht duhet të kujdeseni në lidhje me këtë gjë, por është diçka që ju nuk mund ta fantazonit, nuk mund ta konceptonit këtë gjë të re të bukur që vjen në jetën tuaj. Dhe tham, mund të jetë një njohje e re për të gjithë ata që janë beqar, për pjesën tjetër një punë e re, një studim ose një diçka në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me karrierën tuaj, por është diçka që do t'ju japi siguri, do t'ju japi vetbesim, sepse e shoh shumë fort në fund të javës 4 në lidhje me institucione shtetërore, mund të jenë dokumenta, gjëra të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar dhe një vit sa më të gëzuar dhe të lumtur për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të vitit 2026 për gjitha shenjat e horoskopit, por mund të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente sepse aty përfshiheni së tepërmi. Atëherë kjo ishte për ju uroj një fundjavë dhe një fundviti sa më të gëzuar. Dëgjohemi në videot e radhës.